Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Çdo gjë që bëjmë në jetën tonë është e lidhur me ligjet. Çdo fushë është e lidhur me ligjet. Sot unë do diskutoj për dy çështje. E para për drejtsinë, e cila diskutohet, analizohet, komentohet nga mëngjesi në darkë, për atë që ne e quajmë situata që nuk do donin të ishte në drejtësi, me pirgun e dosjeve dhe me mira çështje të pa shqyrtuara, por edhe për një temë tjetër që lidhet edhe ajo me ligjin, por që ne nuk para e lidhim me ligjin, gjuha standarde shqipe. Dhe do thoni ju, kush do flas për të dyja këto tema që duken pamje të parë sikur s'kan lidhje fare. Është një kolege e vjetër, një mike e vjetër, po një juriste dhe një avokate shumë e njohur, Blerta Kraja, është 24 karat nga Shkodra, por një juriste që nuk bën vetëm punën thjesht të avokates, por është një aktiviste e shoqërisë civile, e fenomeneve ndryshme të shoqërisë sonë, dhe unë kam kënaqësinë ta kem sot në emisionin Dekalog këtu në Drejtare TV. Blerta Kraja, falenderoj shumë që je në emisionin tim Dekalog. Për herë të parë. Kënaqësia është e imja, Roland, po drejtohem me emrin e plot nëse më lejon. Po patjetër më Blerta, se pak e din që ti fillimet e tua në punë i ke si gazetare. Unë vijoj të jem nga pak gazetare. Jo, ti je shumë gazetare. Vijoj të paktën, ku diun, në Facebook, që është platformë e hapur, shpreh mendimet e mia në mënyrë lakonike, se njerëzit nuk kanë shumë durim të lexojnë gjatë. Të falenderoj Blerta. Tani, ajo që niset në këtë bisedë që duhet ta diskutojmë është reforma në drejtësi. Mbushen në 21 korrik, mbushen 21 duke gdhir 22. 10 vjet nga miratimi me 140 vota, asnjë ligj nuk është miratuar me 140 vota në historinë e parlamentarizmit shqiptar. Madje do thosha sot kemi edhe një ngjarje tjetër, Blerta. 21 prill 1921, 105 vjet më parë, është mbledhur për herë të parë parlamenti i parë i dal nga zgjedhjet e para. Ja, shikon, ditë e shënuar. Dhe ke nisur, do ta nisim emisionin pikërisht me këtë ngjarje. E para një herë, si ka qenë kjo reformë drejtësie dhe pastaj do flasim edhe për parlamentin. Ajo që shtruat ju ka nevojë për një analist plot. Ndoshta për një grup pune, le të themi, ngritur nga kuvendi, për t'i bërë një analizë post factum ligjeve të reformës në drejtësi si janë zbatuar, se nganjëherë janë shkruar dhe sakt, por ndoshta edhe zbatimi s'ka qenë i duhuri. Kështu që megjithatë njerëzve nuk ju intereson më shumë shohin efektin në çështjet e tyre. Po të shikojmë tek njerëzit, ata duan të kenë një drejtësi cilësore dhe një kohë të shpejtë. Mund të them që në këto 10 vite nuk është garantuar asnjë drejtësi më cilësore dhe as e shpejtë, përkundrazi. Pra, reforma në drejtësi e çoi çështjen një nga skenarët, po themi, që është i parashikueshëm. Më shumë se gjysma e trupës gjyqësore dhe e prokurorëve u larguan nga sistemi me vetingun, i kontestueshëm ose jo, ky është një fakt, është përmbyllur si proces. Çështja shtrohet si do plotësohen këto vende, sepse nuk mund të rrihet në pritje, po themi, derisa numri i caktuar të mbaroj studimet nga shkolla magjistraturës. Se kështu është? Pra, po sistemi është i mbyllur në 2 nivelet e para. Jo, një sekondë, për ata që po na ndjekin, se po thuaj një gjë shumë të rëndësishme, Blerta. Domethënë ti po thuaj që edhe pse vetingu e përgjysmoi trupën e prokurorëve dhe gjykatësve, tani këta nuk janë zëvendësuar. Jo, nuk janë zëvendësuar. Si funksionon këto? Pritet vetëm magjistratura? Po, pritet rast mas rasti, pra kur mbaron cikli studimeve në magjistraturë, bëhen emërimet përkatëse. Sa mbaron sa studenta diplomata? Tashti nuk e kam ndjekur, dikur kanë qenë numrat 20, 10, pra kanë qenë 20, tani i kanë dyfishuar me sa di, do shkohet një lloj rritje, po ka një rritje, po themi ka një limit se shkolla. Po jo, nuk arrin. Për më tepër është krijuar stoku. Pra dhe sikur të kthejmë skenarin tjetër, që të plotësohet numri siç ishte, është krijuar një stok shumë i madh. Ne nuk mund ta, nuk e di, detyrojmë një gjyqtar të japi te normalitetit vendime, se njeri është ai. Do bëj gjyqin, do ta studioj dosjen, do ta arsyetoj vendimin, kërkojnë kohë. Ka vendime gjyqësore që për shkak të kompleksitetit çështjes shkon dhe javë dhe 2 javë ta mendosh si do ta shkrush. Pavarësisht se në sistem janë përpjekur ta mbushin, po themi, administratën, me ndihmësa ligjor, persona që mund të asistojnë, po jo gjithmonë janë. A e bëjnë ata punën? Eksakt, jo gjithmonë janë cilësinë e dur, ka shumë gjyqtar që ankohen për këtë çështje, thotë s'ma kishte bërë si duhet, atëherë do ta bëj vetë nga e para. A kanë kohë fizike kaq shumë? Nuk është e lehtë. Kështu që ajo që konstatohet tek ne është ndoshta duhet parë si pikë e parë nga kuvendi një herë,
që duhet zgjidhur këngërç në shtete tjera europiane, Shiko, ka shtete që kanë bazë hyrje si Italia, Franca, Gjermania, e kanë magjistraturën, kanë ngritë shkolla. Por ka dhe provime ku mund të marrin pjesë avokat dhe hyjnë në sistem. Pra ka hyrje dhe nga jashtë sistemit e para. Pastaj ka shtete të tjera si Skocia, që ka sistem kontinental si ne, por bazohet vetëm në eksperiencën e punës. Po themi avokat me 20 vite eksperiencë pune emërohet më një herë në apel. Gjyqtar. Po, gjyqtar. Dhe sot e kësaj dite, unë kam plot koleg, që kanë mi 20 ose 25, do e bënin me dëshirë. Si nuk e bën një avokat i mirë, po themi, detyrën e gjyqtarit që ka parë ose në apel. Ne na kushton më shumë duke i mbajtur këto çështjet bllokuara. E para na ndikon më shumë për bizneset, sepse një biznes i cili nuk zgjidh konflikt. Po nuk zgjidh një çështje 20 vite e lofare, kam unë klient që janë shoqëritë huaja. Po iki thot nga Shqipëria do zhvendosen në Beograd, thot këtu nuk zgjidhen çështjet, nuk rrit tjetri. Si do të ka avokat? Po. Apo dhe ka biznesmen që zhvendohen ikin nga Shqipëria dhe shkojnë në Beograd, thot. Për Ballkan, po. I duket më mirë klima. Është më mirë në Serbi një biznesmen? Tani nuk e di, din vetë ata si e çmojnë, po them. Se ka që ikin biznesmen ikin në Serbi? Po, janë shoqëri të huaja, flas edhe një herë, shoqëri të huaja, s'flas. Kanë hapur në Shqipëri. Jo. Të huaj. Të huaj, shoqëri të huaja zhvendosen. Vetëm për shkak të vonesave të... Eksakt, një nga pikat, çdo shoqëri e huaj që vjen këtu, që themi ne dum investitor, nëse kam një konflikt, thot, a kanë një mekanizëm jashtëgjyqësisht ta zgjidhi? Po jo, përgjithsisht nuk funksionon. Po një gjyq, thot, sa vite shkon, nëse para reformës, pra deri para 2017-ës, flas për eksperiencën personale, nuk marr përsipër për tjerët. Nga momenti që ngrinim një padi, po flas për çështje civile, se penalet kanë afate dhe gjithë shtrëngohen, t'i zbatojnë disi. Po civile që mund jenë dhe çështje komplekse, pronësie, që marrin kohë. Unë arrija ta përfundoja nga shkalla parë deri në gjykat lart, nga 3 deri në 5 vite, maronte çështja, kurse sot jemi ende me çështje civile që shkojnë 7 deri në 8 vite pa u zgjidhur në gjykat Tiranës. Do të nga 3 deri në 5, tani është nga... Jo, këtu tani jemi 7 ende në gjykat Tiranës. Pastaj duhet 10 vite të presish në apel, pastaj do presish nga apeli në gjykat lart. Atëherë nga 3 deri në 5 sa shkon 20? Tash ti mund shkoj 20, ndoshta më shumë, nuk e parashikoj dot. Unë me klientë e mi jemi në pritje, nuk dalin çështje. Zonja Kraja, tani për çfarë bëm ne këtë reformë në drejtësi? Sigurisht, motivet ishin të mira, por ndoshta, tash unë nuk di të them, ka shumë avokatë që thonë jo, po se kanë parashikuar. Njeriu i parashikon gjitha kazuset. Unë mund parashikoj edhe një kazus më ekstrem, largimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Si do zgjidhej çështja? Po, mund të ndodhte. Ky është një rast, mund të ishte. Ose jo gjysma, po do ishin larguar 80-90%, prapë 90% si do bëhej në sistem. Kështu që unë them, nëse po mendohet të preket kushtetuta për numrin e deputetëve, një nga prekjet më thelbësore tani do ishte hapja dhe mundësia për t'u emëruar gjyqtar ose prokuror, kuptohet kundrejt konkursit ose nuk e di plotësimit kritereve, ushtrimit patjetër filtrave të vetingut përkatës, të personave që vijnë nga jashtë shkollës magjistraturës. Kjo nuk ka tjetër, s'ke ku gjen. Ne nuk mund të rrim në pritje kështu dhe 20 vite. Tani kam një pyetje. Një shqiptar i diplomuar në Harvard, nuk fillon dot? Jo, nuk fillon dot, duhet hyn magjistraturë. Si tha Roland Trebitska, kjo është fat japësh tha bam vetes. Po kjo shkatërron sistemin. Ai mund të hyjë në gjykat lart. Pra ne pranojmë nga jashtë sistemin gjykat lart ose kushtetuese. Vetëm aty. Po, vetëm aty. Aty duhet jesh jurist, eksperiencë pune mi 15 vite, po themi i shquar. Jurist i shquar, kjo është shumë relative, kush është i shquar? I shquar është një përcaktim shumë subjektiv. Po domethënë një avokat në New York, se ka shqiptar avokat në New York, mund të vinë nëse antar gjykatës kushtetuese? Po, dhe gjykatës lart mund të vi. Edhe gjykatës lart. Po, por nuk mund të hyj, po themi ka të hyj në shkallë parë në apel, që të ndihmojë. Po si let atje edhe nuk ka drejtë të gjë. Eksakt. Kjo është nonsens. Kështu që ne duke marrë shembuj më të mirë, them, të shteteve europiane, duhet ta zgjidhim të ngërç. Ajo zonja Shkreli, ajo e njohura në New York. Po të dojt vi, nuk vjen dot. Nuk vjen dot? Nuk vjen dot. Mund vinë gjykat lart. Mund vinë gjykat lart, mund vinë kushtetuese, po në shkallë parë në apel nuk bëhet fjalë. Ua, kjo është ironi shumë e madhe. Mirë, po kjo është një, po themi, një nga problemet bazë që janë shkaktuar pas zbatimit të ligjeve të reformës në drejtësi, po themi. Tani, pse ne këtë e quajmë kolaps, domethënë drejtësia është në kolaps, zonja Kraja?
Po mund të them se po është në koma. Është në koma. Është në koma? Është në koma dhe e di çfarë po bëjmë ne një pjesë avokatësh, biles e kemi edhe si anekdot. Ne kemi bërë shumë kërkesa për përshpejtim, se ka njerëz edhe që kanë specifika të caktuara. Ka njerëz janë një moshë të thyer, ai nuk do presi, biles kam të tillë që kanë ndruar jetë dhe çështja nuk ka dalë. Edhe do hynë trashëgimtarët ligjor me zëvendësim. Ne themi kemi kaluar nga faza kërkesa për shpejtim në kërkesat për heqje dorë. E bëjmë për humor këtë. Heqje dorë, domethënë hoqja dorë nga ankimi, po e lë këtë çështje. Është mjaft dëshpëruese. Njerëzit i mban ajo betejë për drejtësi, edhe është një lloj dinjiteti. Kërkon drejtën tënde për diçka. Dhe nëse nuk funksionojnë gjykatat, funksionon pastaj veçgjyqësia. Ka konflikte tjera që zgjidhen në mënyra tjera, ke kriminalitet të shtuar. Është rritur kriminaliteti? Them se po, unë nuk kam matje, unë s'kam një metodologji, por ka njerëz. Intuita jote, do të tregon Po ç'a ndodh, kur funksionon, ja ta them unë, kur funksionon drejtësia, edhe kontratat nuk zbatohen. Po themi kot. Një kontratë mes një ndërtuesi dhe një pronari trulli, kanë pretendime palët. Edhe ndërtuesi mund t'i thotë në fund, thotë shkojnë gjykat, se e di që shkojnë gjykat është si me shku në kalendat greke, s'ka gjykat që i bën derman, domethënë punës. Në këtë kuptim ngelen ka dhe një lloj shthurje, themi ne, shoqërinë, kupton se nganjëherë dhe friga e ruan vreshtin. Pra, nëse e di ti që gjykata vepron shpejt, ti ulesh, e zbaton kontratën, se thu që shiko ku do shkojnë gjykat për një muj, ose merr me sigurimi pa dije, ose zgjidh çështjen ku po shkoj. Kurse kur e di që vendimi i formës prerë është vite larg, s'ka problem. Kemi disa fotografi zonja Kraje që ne do t'i komentojmë, lutem regjia, që lidhen edhe me jetën, me karrierën tuaj. Këtu, ky jeni kjo vajza me bishtaletca. Po, unë jam me bishtaletca. Tani një avokate e njohur që jeni ju, e ktheni ndonjëherë kokën pas kështu dhe po dhe kam kishit ndonjë kështu që do të bëheshe juriste? Dëshirat kanë qenë të çuditshme. Sepse unë babin e kam pas gjyqtar, jam rrit me kodet e me dosjet, ndoshta në fillimet e mia nuk është se ka qenë drejtësia ndër preferenca. Çfarë ka qenë? Gazdaria? Unë e kam dashur letërsinë shumë. Letërsia? Jam dallu për hartime, i kam shkruar me shumë qejf për interpretime letrare. Më ka pëlqyer merrem me letërsi, me sport, me ku diun mundësisht edhe me grupet muzikore që jemi përfshirë atëherë në 8 vjeçare. Këtu në foto jam në Shkodër. Në Shkodër, mami im inxhiniere ndërtimi, këtu është mësuesja ime e klasës parë Slavka Gjurezi, edhe një vëlla Bledar Kraja është doktor. Mësuese Slavka jeton jashtë vendit, jeton në Belgjik me vajzën e saj. Slavka? Po, ka një nga Shkodrane? E lindur, po është pak e përzirë në origjinë se Shkodra, jo vetëm slave, janë edhe të ardhur diçka nga Greqia që janë vendosur Malzi dhe pastaj po, Shkodra duke qenë një qytet kufitar, ka mbledhur njerëz të ardhur edhe nga shtetet e tjera, mirë po si që ka Shkodra, i shkodranizon gjithë. I shkodranizon? Mësuese Slavka ka qenë një nga personat më të veçantë në jetën time, edhe një nga mësueset, po ka qenë një mësuese pasionante, edhe një personazh shumë i njohur në Shkodër. Unë kam pas fatin. Sa t'jepe ty? Ka qenë mësuesja klasës parë, klasës dytë. Kjo është një foto klasës parë. Ta kanë mësuar mirë gjuhën shqipe? Them që po. Okej, do flasim. Them që po, dhe ndërkohë kam pas fatin, aty kam pas shtëpinë afër, kam bërë shkollën tek shkolla më e madhe 8 vjeçare në Republikë. Ka qenë atko shkolla 7 nëntori, më e madhja ka pas 1000 nxënës. Shkolla 8 vjeçare me 8 vjeçare. Po, më e madhja, po, 1000 nxënës. Sa paralele ishit ju? Tash si mbaj mend gjitha detajet, ne kemi qenë shkollë e madhe, shkollë basketbolli, pra me drejtim sportiv. Drejtim sportiv, edhe ajo vijonte si tradit 100 vjeçare e shkollës Parrucës, pra lagja që përfshinte aso kohë quhej Parrucë. Edhe në këtë traditë, edhe sot ekziston ajo shkollë, biles po restaurohet ndjenin time. Bleta, ku jeni këtu? Këtu jam në Këshillin e Europës, kam pas fatin shumë herë të trajnohem nga Këshilli i Europës, gjykata Strasburgut. Besoj ka qenë viti 2006-2007, jam trajnuar bashkë me një grup avokatësh nga dhoma jonë avokatisë. Çfarë ka shërbyer ky trajnim? Shiko, është një dritë, është udhërrëfys për gjithë avokatët kur ngrem një çështje, qoftë dhe një padi me pa finalen, ne gjithmonë studiojmë jurisprudencën e gjykatës europiane e drejtave të njerëzit. Pra deri aty shohim në analizë fundi ku shkon mbrojtja, po. Edhe biles avokati mirë është ai që e studion shumë, e merr referencë, ja bën gati gjyqtarit se si jemi ne ndihmojmë gjykatën me dhënë vendime të mira.
Ke mbrojtur çështje jashtë? Kam mbrojtur, kam pasur disa çështje, kam pasur me sukses në Strasburg, po përmend një të paktën. Po, në Strasburg, më thuaj. Atëherë unë isha, nëse e kujton, ka qenë grupi avokatëve që ke mbrojt viktimat e tragjedisë Gërdecit. Po? E vetmja që bëri aplikimin në Strasburg se tjerë të tërhoqën ishte Zamira Durda. Atë aplikim ja kam shkruar unë, edhe ja pranoj atë aplikim Strasburgu dhe mori një dëm shpërblim. Sigurisht gjërat zgjasin kohë, ajo është aplikimi vetëm, i Zamirës se tjerët nuk bën. Edhe u pranu nga Strasburgu që u kthy çështja. Nuk po jep detaje tjera. Po mori një dëm shpërblim. Sa ishte dëm shpërblim? Nuk jam marrë me këto detaje, unë jam largu nga çështja, pastaj ata kanë viju me një grup avokatësh të tjerë që vijojnë, por po them, pastaj kam çështje, sigurisht fitore se u pranu aplikimin, ndërkohë kam pas të tjera, po ndoshta janë çështje private të njerëzve, nuk e çmoj ti referoj me. Këtu në zyrën tënde? Po, në zyrën time jam është bërë si arkiv zyra nga dosjet, jam me 2 praktikantet e mia që kanë filluar tani. Ato vazhdojnë studimet të një universitet privat, por thash po ju ofroj nga koha ime sepse është shumë e nevojshme. Kanë dëshirë ato vajzat të rinj që të bëjnë pjesë e sistemit të drejtësisë? Shiko, nga njëherë praktikat mësimore shifen si formale, unë i thash mësimi numër 1, të largohemi fiktivitetit, keni ardhur për praktik, do bëjmë praktik, domethënë do të jetë që të mësoni diçka, që të mësoni diçka. Kështu që e kuptova. Foto tjetër? Këtu jemi në një emision televiziv pra për çështjet e drejtësisë, persona tjerë janë më të njohur se unë për publikun, për sëresh Vasilika Hysi, Gerti Shella, jo thjesht gazetar, po është marrë gjerësisht për çështjet e drejtësisë kohët e fundi. Dhe ka një aktivitet shumë të... Po, me shumë integritet e me shumë profesionalizëm, po... Ky është një kontribut i imi, unë shpesh herë jam thirrur nëpër studio, jam përpjekur të jap më të mirën për çështjet caktuara. Më duket se këtu kemi qenë duke folur për ligjin organik të Këshillit Ministrave. Modestisht kam qenë hartuesja e atij ligji, pra është një ligj. Po, biles ka dhe një historik sepse Këshilli i Ministrave nuk ka patur një ligj. Nëse flasim vijim të bisedave parentse për kushtetutën. Atëherë është miratuar me 30 janar 2003. Dhe në ligjet e ralla, deri tani që flasim, nuk është ndryshuar, që mendosh ligj qeverie, që zakonisht qeveritë sa vinë, duan të ndryshojnë ligjet. E zbatojnë atë apo? E zbatojnë, është një ligj çka do thotë, që është krejt në përputhje me kushtetutën, nuk krijon pengesa. Nganjëherë kur përpiqen të bëjnë ligje të detajuara, krijojnë pengesa artificiale dhe sa vjen i kryeministër thotë prit, ky neni më pengon. Rama nuk ka thënë gjë për atë ligj. S'ka thënë as Berisha, ajo është miratuar në kohën, domethënë. Hartimi është bërë në kohën e zotit Majko. Zotit Majko dhe pastaj Majko 2 o Majko 1? Majko 2 duhet këtë. Është Majko 2 ndoshta. E pastaj vijoi Nano në zbatim. Po. Edhe pastaj ka vijuar një kohë. Tani më thynë një ende veçantë atë ligjit për Këshillin e Ministrave. Shiko. Ç'a jemi përpjekur, mund të them 2 gjëra të vogla. Para se të hartohej ai projekt ligj, u ngritën 2 grupe të pune me shumë ekspert nga brenda nga jashtë dhe bën ligje shumë detajuara dhe ideja ishte që gjitha ministritë i parashikonin te ky ligji. Pra çdo ministri donte të ishte cimentuar aty. Të ishte në ligj. Edhe u kthye ligji nga kuvendi. Në 2 herë që shkoi varianti, unë s'kam qenë anëtare aty në grupeve të punës, por aso kohë isha me një studim pas universitar e financuar gjithmonë nga Ministria e Jashtme italiane, La Sapienza, në lidhje me diritto amministrativo comparato italo-albaneze, pra drejta krahasuar italo-shqiptare, dhe kur u ktheva, në fakt, pjesë të caktuara, sidomos që i përkasin Këshillit Ministrave, janë të shkruara me frymëzim italian. Pavarësisht se kemi një kryeministër të fortë që thuhet është kopjimi kancelari gjerman, pra është çik eklektike kushtetuta e jon, por ka pjesë caktuara që janë bërë me kontribut të ekspertëve italian. Edhe ndoshta dhe frymëzuar nga aktet që unë lexova në Itali, u përpoqja që mu la detyrë nga profesorin, atkohë profesor Xenofon Krisafi, që rastin ta falenderoj për besimin që ka pas herë tek unë. Shkrova një ligj që ishte komplet në kornizën e kushtetutës, pra as më shumë, as më pak. Pra ne ometuam nga vendosja ministrive aty. Kjo është një kompetencë substanciale e kryeministrit, e parashikon kushtetuta. Ai koncepton programin politik dhe me cilat ministri do ta kryej. Ka kryeministra që bëjnë një program politik shumë zgjeruar, e duan 20 ministri. Ka kryeministra që mund të jenë shumë praktik
edhe duan vetëm 10 ministri. Pra kjo është në diskrecialitet dhe buron nga aty. Kështu që këtë pjesë ka vetëm kryeministri atë. Po e ka kushtetuta, ne u përpoqëm ta respektojmë kushtetutën. Një. E dyta, vite më vonë 2012-ën morën pjesë nga ky ligj, kaq ju duke mirë, te ligj tjetër për administratën shtetërore, kopju ne të këtij ligjit. Kjo nuk është një gjë e mirë, themi ne, po ka ndodhur dhe vijojnë të zbatohen. Tani këtu nga smove këtë, ka një kazus në drejtsinë shqiptare pas një vendimi të Këshillit të Ministrave. Po. Është marrë pa ndehur zoti Berisha dhe dhëndri i tij. Pa ish vendim kolegjial. Eksakt. Si është komentuar? Se di, më duket, unë s'du të hy në çështje të caktuara, se ndoshta se nuk e njeh. Nuk e njoh, ose mund të flas ashtu, por kjo është e përgjithshme. Kur janë vendime organesh kolegjiale, shkohet kolegjialisht. Nuk shkon vetëm kryeministri. Atë duhet marr gjithë. Nuk e di nëse ishte vendi për përgjegjësi penale, nuk di ta them. Por nëse tash një akt është akt individual, e merr personi individualisht dhe e shef a ka përgjegjësi administrative, a ka përgjegjësi civile, a ka përgjegjësi penale. Nëse është kolektivisht e kanë firmos gjithë, nuk mund të thush që përgjigjet vetëm kryeministri ose përgjigjet nganjëherë kanë parë raste çuditshme, është miratu VKM-ja, por përgjigjet ministri propozues. Ministri propozues mund propozoj edhe nuk e di se çfarë. Nganjëherë gjërat ndryshonin kryeministri, ne e shikonin projekt vendimin, ky ne nuk shkon ose kjo pikë nuk shkon. Thotë tjetër. Kjo është Shkodra jote. Shkodra po, qyteti i lindjes. Edhe qytet i dashur për mua, pavarësisht se unë në jetën time kam më shumë vite në Tiranë se në Shkodër. Si është Shkodra sot? Po, si është Shkodra? E shoh të rizgjuar me shpresë. Benet Beci më duket një person shumë punëtor, ai flet me punë, nuk e shoh studiove televizive. Jo s'del fare, kërkoj të s'del. Ai flet me punë, edhe kjo është gjë e mirë. E dyta, ka hapur disa kantiere. Ka bërë disa punë të mira në zona që janë mendu të harruara. Për shembull, sa ka restauru pjesërisht Zdrale. Zdrale është kjo zona këtu pamrit te stadiumi. Është lagja, mund themi, më e vjetër në Shkodër, populluar në vitin 300. Shkodra, domethënë para 300 vitesh, që me sakt, jeta në Shkodër është zhvilluar në kala dhe rrotull kalas. Pra duke qenë zonë që inondohej, i përkiste ujrave, shkodrant kanë jetu te kodrat. Por gjatë pushtimit gjatë otoman, ka patur pastaj prurje. Këto kanë qenë zona që kanë ardhur ndoshta në periudhën që kraja, zona tjera të liçenit, kalun nga mali i zi, edhe u popullu nga njerëz që vinin me anije, edhe nga rrethinat. Po shikojmë edhe mjemrat e Shkodrës, që themi qytetar, janë me mjemra kanë fshatra që janë rrotull. Pra Shkodra ka pasur zbrazje dhe mbushje. Pasi kalaja e Shkodrës ju dorëzua ushtrisë turke nga komandanti venecian në këmbim që turqit mos vijonin ofensivën për në Venecia, atëherë shumë nga familjet e luftëtarëve shkodran u strehuan Venecia dhe morën pensione nga Senati venecian se kishin luftu. Kështu që le të themi, ajo pjesë shkodrane e braktisi një farë mënyrë Shkodrën. Ka dhe rikthime, njifen histori, rikthime pasi 100 vitesh të tyre, për shumë familja Bianchi. Me kam lexuar një prej librave që shkruhet për Shkodrën. Po rikthehen. Pra, unë gjithmonë shpresoj ka rikthime, ka përmbyllje ciklesh migratore. Po Shkodrën tani aktualisht rikthehen? Unë shoh po, ka rikthime, për shembull gjej shoqet mia, gjej Ledia Dushin. Ledia Dushi është një poete që e njeh gjithë Shqipëria. Shumë interesante. Ajo ka punuar në Tiranë gjatë, edhe unë së prita, ajo u rikthye në Shkodër, ka marrë një detyrë që e meriton, është drejtore e bibliotekës Shkodrës, bibliotekës Marin Barleti. Ka dhe njerëz të tjerë që i shoh ti thua nga këto kthimet nga Tirana në Shkodër, po unë po them nga kthimet nga jashtë Shqipërisë. Po dhe mund të ketë, tash unë nuk maj do të evidenca se s'di të them konkretisht. Tani Blerta do të bëj një sfidë vogël. Hamid Beqa, një shkodran 24 karat, një personazh i jashtëzakonshëm, unë kam pas fatin ta njeh, ta kisha madje edhe bashkëpunëtor te gazetave që drejtohen atko Panorama, Tirana Observer. Më numëronte si shkodran i mirë 6 breza para ardhës. Po. Unë jam Hamiti, thoshte i këti me 6. Ti sa di? Edhe unë, po ti them tash. Ti je Blerta e? Unë jam, babi im quhej Haki. Jo, më thuaj Blerta e Hakiut e ti. Prit, e Hakiut, Rexhepi Gjyshi, Muho, Abdullah, Haki, deri këtu di. Deri këtu 5.
Ndoshta s'kam hulumtu më tej. Deri këtu i kam me letra, i kam dhe me akte. Me letra, ha? Me akte. Po, me akte. Do të ti ke 5 breza për që i nje. Dhe do të i nje me dokumenta. Me dokumente. Të gjithë shkodranët e bëjnë këtë? Jo gjithë, se ka dhe që kanë ardhë më vonë. Ju një musliman? Musliman i bisi ashtu, por unë kam një stërgjyshe nga familja Jubani, që kanë jetu në Tepe. Ajo me emrin Shuke Jubani, mendoj që janë të konvertuar, se emri pa Shuke janë emra katolik. E kuptoj. Edhe mendoj që një pjesë e shkodranëve janë konvertuar për të ruajtur pronat dhe për të kriju pasuri. Po në 500 vite qa nuk ndodh. Një nga premtimet e kryeministit Edi Rama përpara se të vinte në pushtet, përpara se të bëjë kryeminist ishte, do ta bëj Shkodrën si fotografitë e Marubit. E Pietro Marubit. Po, është në kohë, biles jemi vonë, do të vjoja për të zbatuar angazhimin e Ramës. Kujtohet ky premtim pëse? Nuk e mbaja më falë. E ka thënë fjalë me fjalë. Nuk e mbaja më. Shkodrën tha, si fotografitë e Pietro Marubit. Shkodra ka nevojë për një buxhet, jo për Shkodrën in se, po për Shqipërinë dhe trashëgiminë e Shqipërisë. Sot e kësaj dite veprat e Colli Dromenos, veprat arkitekturore, se Colli Dromeno ka qenë Ishe polivalent si artist. Jo, ka qenë piktor, ka qenë kinast, ka qenë muzikant. Isha tani s'fundi duke ndjekur një dokumentar që u bë shumë i bukur në Shkodër për Colli Dromenon. Po është e pafalshme për gjithë ne që jemi dëshmitar sot. Veprat e tij arkitekturore janë të braktisura dhe po shëmben. Ata janë godina historike, edhe mund t'i shërbejnë shtetit shqiptar, edhe brezave të sotëm dhe atyre që do të vinë. Pra, ndoshta Shkodra ka nevojë për një intensifikim të lejeve të restaurimit, për shpejtim procedurash, nga njëherë unë dëgjoj që ka interes nga vetë persona që i kanë pronësi, po ka burokraci të shtuar në miratimet e lejeve. Cili është vlerësimi më i mirë që bëhet për Shkodrën dhe për një shkodran? Nuk e di, Shkodra i meriton tana, na ka dhanë shumë. Do me thanë, mulin dhe... Ball me kanë shkodran tana i banë. S'më pëlqen shumë si shpreje. S'më pëlqen se ka si negative, konotacion negative? S'më pëlqen shumë, unë them Shkodrën, nuk e di, e ka beku zoti. Se? Për pozicionin geografik që ka. Liqen, det, nuk e di, një ndjemi, të shkosh në Shkodër, ke një forcë, unë ndjem kryvepër. Kur vinë Tiranë, pastaj ndoshta klima, ndoshta ndotja ajrit, Shkodra është dhe e pastër. Shkodër më blerta, më sa di këtu. Po dhe mund ta bëj, e kam gjithmonë mundësit. Është gjithmonë një plan aty. Edhe, jo, Shkodra t'jep shumë në çfarë aspekti. Ke mundësi, është një atmosferë arti. Pra, kush do mu marrë me art, e kam me sport, me gjithçka është frymëzuese. Kështu që prandaj them Shkodra na ka dhënë shumë, se cili nga ne jemi debitor ndaj Shkodrës. Ne Shkodran. Foto tjetër? Beneti, Pazari Vjetër. Ja, kjo është foto shumë, do ta bëj Shkodrën, tha Rama, si fotografitë e Marubit. Tani, ai Pietro Marubi, ai italiani, që e bëri Pjetër, pastaj. Nuk ka një shtatore, një bus, një gjë për atë? Shiko, ka shumë vepra, biles është një profesor shumë i njohur në Shkodër, skulptor i njohur, Ferit Kola, quhet. Ai ka bërë monumentin e Luigjë Gurakuqit, ka qenë edhe bashkautor tek një vepër shumë e bukur e 5 herëve të Vigut që në Shkodër u sollën në mënyrë fashiste, me thënë drejtën. E hoqën atë vepër. Prit, se mos na kalon fordra tjetër. Na e thuaj tani ç'o ndodhi me 5 herë. Shiko, ajo vepër u hoq edhe u zëvendësu me 5 tuba që thonë është një orë diellore, nuk e di. Duhet ishin ata në qendër të Shkodrës? Shiko, duhet ta vendosin, ku di unë, një këshill qytetar. Këshillin qytetar e di unë, sa të zi me njëri tjetrin. Blerta Kraja çfarë thotë? Sepse ata s'ishin nga Shkodra. Jo, janë Shkodran. Gjulbegu, si ishte Shkodran. Haxhia, më falë, se s'po i kujtoj gjithë emrat e... Po, ngjarja ndodhi në... Pavarësisht. Vetëm njim duket nuk ka qenë Shkodran, gjithë ishin Shkodran, po pavarësisht janë apo jo Shkodran. Se ishin mes së Shkodrës. Tash ti lutem, ai ishte një vepër monumentale shumë e bukur. Duhet ishte për nga historia, duhet ishte në qendër të Shkodrës? Po më bukur sa ato tubat po i herë. Ato djem Shkodrani ishin ngjarjen, le ta shkruajnë tani se ka një tendencë pas 90-s, duan të rehabilitojnë gjithë bashkëpunëtorët e kështu me radhë. Unë them ne i përkasim Europës, Europa është antifashiste. Nëse duam të jemi në rrugën e drejtë, pastaj nëse duam të marrim rrugë me dredha, nuk po dim. Ka tendencë që duan të mohojnë rezistencën? Po unë shoh, domethënë nuk mundesh ti të vlerësosh edhe një që ka qenë antifashist
X student që ka qenë duke studiu në Itali dhe kur është pushtu vendi, ka lënë studimet, ka ardhur me luftu kundër pushtuesit. Dhe ta barazosh me atë që ka paditur, ka bërë spionin, e kupton që ti arrestoj njerëzit në shtëpi, edhe ka qenë me pushtuesin, me uzurpatorin, dhe pastaj thot ky ishte burri i mirë se ishte i Zoti dhe për shkak këtij angazhimi si spion ka bërë dhe një pasuri kaqe. E kupton, është koklavitur shumë kjo situatë. Ne duhet kemi një rrugë drejtë, pak më shumë dignitet. Unë në origjinë jam familje Majt, po. Në origjinë jam. Si mund të jesh i Shkodrani Majt, se unë i di Shkodrani të edhe grupi komunist në Shkodër është kriju, kështu që duhet sta lë Shkodrani Blerta Kraja, sta lë. Grupi komunist i parë ishte në Shkodër, grupi komunist i Shkodrës. Ashtu thon, unë s'kam pas. Jo, Zef Mala është simbolika e ideve komuniste. Unë si kam pas prindrit komunist, kanë punuar në atë sistem, kanë qenë intelektual e para. Lidhja me të Majtën them daton nga Stërgjyshi. Stërgjyshi im ka qenë me opozitën atë kohë, ka qenë me Fanolin, ka qenë dhe një nga financuesit e revolucionit, po i Majt, ka qenë përfaqësuesi i opozitës në prefekturën e Shkodrës në atë kohë. Familja jonë ka pas dhe një shtëpi tjetër, aty kanë strehuar familjen e Bajram Currit. Bajram Curri e dini ka qenë krau i armatosur i revolucionit. Edhe pastaj Stërgjyshi im, po themi, ka financuar, ka dhënë kontribut, ma kanë shpjegu njerëz që i kujtonin ngjarjet kur kanë qenë gjallë, edhe luftën. Ndërkohë ka strehuar dezertor italianë, kemi pas lidhje me Italinë si familje për shkak të aktivitetit tregtar të familjes. Kanë ditë italisht edhe kanë pas një lloj simpatie, le të themi, edhe biles i mbajnë mend gjithë familja, 2 italianë, cilët ju bën një sistem ujitje kryvepër mes Shkodrës për gjithë Baçën. Për shkak kësaj ngjarje. Po jeni ju të Shkodrës që kur iku Gjermani fundit? Nuk e di, këta s'kan ç'a merren, them unë. Merren me punë më shumë se sa merren kur ikur se erdhi Gjermani. Ne dhe me Gjermanë shkoj mirë. Ne nuk jemi dakord me frymën autoritariste. Ne s'duhet jemi dakord me atë që është pushtues, se nuk kemi gjë me përcaktimet. Shkodra biles mban në gjirin e saj familje që janë të origjinave të ndryshme. Ka njerëz që ku diun kanë gjyshen italiane, austriake, gjermane. Pra Shkodra është, ose un kam një stërgjyshe Sarajeva, se domethënë Shkodra i mban. Je vërtet që pas si u shpall Tirana qyteti i përkohshëm, Shkodra ka bërë shumë përpjekje për të bërë kryeqytet i përhershëm. Eksakt, por pozita gjeografike ndoshta, pozita gjeografike. Por unë mendoj... Për ty do ishte Shkodra mirë kryeqytet? Shiko, as nuk çon, as nuk thashu, unë mendoj Shkodrës si duhet rikthyer porti. Shkodra, nëse, po ajo i ka dhënë që në antikitet, Rës Kalas aty ka një, po të hynë, është bërë dikur një xhirim nga radio-televizionin shqiptar, nga zoti Xhemal Mato, aty poshtë janë ato, si me thonë, gërmallat e portit vjetër, po, që nga koha e antikitetit, edhe nëse kemi parasysh në historia. Porti ka dhënë jetë Shkodrës, pse ka qenë pazari, hipermarketi më i madh i Ballkanit ka qenë Shkodër, pazari. Vinin gjithë për të bërë tregti, pse? Sepse ishte rruga ujore, s'ka. Domethënë dhe është e mundur. Buna ishte lundrueshme. Buna është i vetmi lum i lundrueshëm që kemi, edhe është e mundur me disa skela, duhet bërë ndoshta një port në bashkëpunim se janë ujëra ndërkufitare, kanë regjim posaçëm juridik themi, duhet bërë ndoshta me Malin Njazim bashkëpunim. Po vetëm ajo mund gjallëroj ekonomikisht Shkodrën. Shkodra nuk mund trajtohet si një muzej i hapur. Hajde na shihni, po vinë 2 turistë, po do ishin bërë rahat Kroacia, Greqia. Vetëm turizmi nuk mjafton. Ka një ide, projekt për të bërë një port? Shiko, me sa di, zoti Beci vjen nga familje detarësh, Becët janë ulqinak me nam, që kanë kandidaturin pa, edhe luftëtar janë familje me një patriote. Dhe ka ide për të bërë? Me sa kam pa, zoti Beci se çdo të bëj një lloj marine të vogël aty, po kjo nuk mjafton, më duket shumë simbolike. Më duket shumë simbolike sepse them Shkodra do sot punë, njerëzit duan të ardhurat, duan të punojnë. Kjo është e vetmja mënyrë. Po jo vetëm për të ndihmuar veten, për gjithë rajonin, Shkodra ka qenë e marrë për gjithë. Qartë. Foto tjetër? Tani vim te një. Ky është një shkrim nga Faik Bey Konica. Për gjuhën shqipe, botuar në gazetën apo në revistën Albania, që ai e botonte në Bruksel. Sa e bukur dhe ëmbël është gjuha shqip, po me gjithë bukurinë dhe ëmbëlsinë e saj nuk është ende gjuhë e plot.
që të jetë gjuhë si të tjera, duhet të përzihet toskërishtja me gegnishte. Nëse se ai ka studiuar në Shkodër. Eksakt. Të kuvenduar në të shkruar. Duhet të përzihen dal nga dal dhe nga kjo përzierje të dal në gjuhë të re dhe shëndosh gjuha shqip e përgjithshme. Domethënë jo standarde dhe letrare, por përgjithshme, është sa bukur. Mjaft mëkat janë për me mrimun këtë qëllim. Është nevojë ata që shikon është nevoja, aty është, këtu është, I lind vetjut, është. Po ai ka jetuar në Shkodër. Fletat e shqip të përpiqen me kuvenuaj qish është shkrumun. Kur një geg, shefe e ngjon një fjalë tosknisht, le ta përdorin kur ndodhet nevojë. Ashtu si një tosk, le të mos përtojnë për të mësuar gegnishten ca më mirë. Si farsoj është shpresë me të ardh me ditë e me afru, kur nuk ka me pas tosknisht, as gegnisht, por I vetëm shqip. Dakord, shumë dakord. Kryvepër. Kur Mariana Koçeku deputete e kisha këtu, ti ke shpërthyer një status. Po, ke shpërthyer. Është në vjushmëri të punës tonë. Dua një koment njëherë për atë që tha ajo që unë refuzoj të flas refuzoj të flas gjuhën standarde dhe do flas vetëm gegnisht në parlament? A është normale? Ajo është njeri I lirë. Mariana është I person kreti posaçëm. Unë ju a thash dhe para se ta fillonim emisionin. Jo, mos më thoj ato që çam the ti, më thuj tërë gjë. Unë e kam parë për herë të parë Marianën te Parlamenti Rural, vjeta për vjet se kujtoj sakt, ishte pa përfshirë në politik. Edhe mu duk si një filozofe. Ne në Shkodër themi sa më nalt me jetu në male, aq më të squt janë. Sa më nalt. Sa më poshtë, ka një zgjuarsi malësor tonë. Që kemi mirë të skapalindë? Ju jeni, po, ju ka pa zoti. Po keni tregu me prova, ju rregull jeni. Po dhe? Edhe Mariana tha, edhe dha një teori të vetën që pse kishte vendosi me thonë, mos mu punësu në Gjermani që do isha një pikë në oqean, tha. E vendosa mu kthy te raja. Sigurisht ajo një vajzë me shumë mundësi, ajo shkollu në Shkodër. Shkodër është qytet që t'jep mundësi, po themi, të punësohesh. Dhe ajo me atë teorinë e vet, domethënë krejt posaçme. Kështu që nuk e di, nuk duhet ta komentoj themi politikisht si e ka thënë tek e ka thënë, ajo ka marrë një qendrim të vetin me shumë dinjitet, se mund të ishte edhe si thon gjithë, po bëj dhe unë, po ka thënë për herë të parë një gjë siç e mendon ajo. Unë I pëlqej këto njerëz që janë autentik, që janë si me turp. Jo, unë e kam fjalën këtu që një deputet, një zyrtar. Po. Duhet përdori gjuhën standarde. Shiko, asaj... Çfarë përdor në unë si të mteket, me thënë drejtën, tash me kohën. Si e shkruan dosin? Shiko, unë e shkruaj standard, sepse prit, kjo vazhdon për inercia, le të themi një farë mënyre, pavarësisht se ka shprehje të caktuara që e ndjej atë forcën shprehëse më shumë gegnisht, ose kur deklamojnë gjykat ka raste kthe gegnisht. Nuk më ka thënë deri më sot një gjyqtar pse po flet. Jo, ti po flet gjuhën standarde në intervistë. Po, ti gjuhën standarde po e flet këtu në intervistë. Atëre, pse ne duhet ta diskutojmë? Roland, dy gjëra. Do me thënë, kjo duhet studiuar njërë nga pikpamja historike. Kongresi I drejtshkrimit ishte një nga llojet e kongreseve partjake. Ai ka qenë një sistem autokratik. Askush s'mund të thotë sot, edhe ata që janë më I tharët e kongresit, edhe ata që kanë nënshkruar ndoshta që janë gjallë, që ishte një kongres demokratik. Ndërkohë që kanë dalë të tjerë që kanë qenë aty, edhe s'po du t'i përmend emrat, kanë shpjeguar për frymën, për frymën, po themi, revanshiste, për paracaktimin që ky do ishte varianti dhe mbyllej diskutimi, që biles ka dhe tjerë që janë toska dhe thonë është dëmtu dhe toskryshtja dhe kanë të drejtë. Pra standardi është gati një gjuhë laboratori, ideja. Gjuhë laboratori? Po, ashtu I bi. Edhe është gjuhë laboratori. Kështu që ka dëmtu, për shembull, po të lexojmë vepra të tjera, unë lexoj me ëndje edhe Konicën edhe Nolin. Ka një toskrishte shumë bukur, me thënë vërtetën, është shumë e rrjedhshme, ka muzikalitetin e vet, e kështu me radhë. Çështja shtrohet këtu, që gegnishtja u vu në pozita totalisht të diskriminuara, do me thënë, as mund shkruje gegnisht, as mund flisje gegnisht, biles ke dhe problem, ku di unë, edhe kur shprehesh, po themi kot, nëse bje dera në shtëpi, nëse je në Shkodër, edhe kush a, shkodrant e hapin.
Kush është, a kupton, edhe nga pikpamja të folurit është e vështirë. Po tallesh me ne toskë. Jo, nuk tallem. Po kush është? Jo, po nuk shumë e rëndë. Po në fakt. Është e rëndë, Po ne duam të jemi më të ëmbël. Është ekzistenca, ka një teori. Ti thuaj që tingëllon më bukur kush A? Kush A? A është edhe nga e folur. A do të thonë kush është femine? Kush është? Ne për shkurt i thojmë A, mund të jetë është. Ka një shpjegim të gjerë piktori, artisti Gazmend Leka, në lidhje me anë, konceptin, simbolikën, edhe e lidh gegnishten me gjuhët e vjetra, me pellazgjishten, edhe me kuptimin ekzistencial. Unë nuk jam, të themi, e kësaj fushë dhe, si me thonë, ometoj të flas më tej në këtë. Por du ta lidh me kushtetutën, këtë që ka thënë deputetja në fjalë. Në kushtetut, pra kushtetuta na ka vënë marrëdhëniet juridike në një stat caktuar për shumë fusha. Nëse deri në 98-ën shumë fusha janë rregulluar me akte nënligjore, pa bazë ligjore, të shkruara keq, ka çuar në një nivel tjetër mbrojtjen. Çfarë thot kushtetuta jonë për gjuhën amtare? Nuk merret më gjerë, themi si e shkruajmë, ne mund të shkruajmë bashkë në dialekt, na pëlqen, ne krijojmë vetë një zhargon, edhe shkruajmë. S'na nalon njeri, liria shprehjes. Neni 14.1 gjuha zyrtare në Republikën e Shqipërisë është shqipja, thot kushtetuta. Ma tregon se në aspektin juridik unë asnjëherë nuk kam dëgjuar dikush ta komentoj gjuhën standarde në aspektin juridik. Do ti thuaj që ka probleme juridike. Jo, unë them që kushtetuta nuk ka ngel peng i vendimit të Kongresit dhe i standardit. Që do thonë e ka ngritur në nivel më të lartë, shqipja thot, dhe jo më kot. Jo, ma lexon si është neni? Po pra, neni 14.1. I kushtetutës. Gjuha zyrtare e Republikës së Shqipërisë është shqipja, kaq. Mi shqipja standarde, zonja Kraja. Jo, po kush na afton ne që ta interpretojmë në mënyrë të ngushtuar. Ndërkohë kushtetuta jon prapë që është shumë moderne, unë e du shumë sidomos të pjesën e kushtetutës që është miratuar me referendum, është shkruar shumë bukur. Neni 4.3 thot, dispozitat e kushtetutës zbatohen drejt për së drejti, përveç rasteve kur kushtetuta parashikon ndryshe. Që do thot? Por që do zbatohet kështu siç është shqipja. Edhe deputeti janë fjalë thot, unë shqip jam duke fol, nuk jam duke bërë në një shkelje, kaq. Do të thotë ti thua ajo që nuk ndalohet, lejohet. Jo, unë them, ajo po vepron përputhje me kushtetutën. Po jo, do të flasi gjuhën standarde. S'është e shkruar askund. Do të thuaj që s'është detyruar me ligj. Eksakt, kushtetuta në hierarki. Po ju avokatët nxirrni vrasit i nxirrit pafajshëm, jo këtë të gegnishtes. Po, çfarë them nganjëherë duan. Do të ti ke kapur një hapësirë. Tani, zonja Kraja, më lë të, do të thënë, ju më sotë, unë e kam në shtëpi, dhe shumë interesant, drejtshkrimi i gjuhës shqipe i vitit 1973, se Kongresi u mbajt 72-shin. Delegatët e Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe janë gjithsej 87 delegat, dhe unë do t'i lexoj. Do kem durimin do t'i lexoj gjithë. Sepse për të parë këto kohët e fundit, mbas diskutimi lexohen këta se këta kanë qenë të njohur. Thoma Deliana, domethënë 25 nëntor 1972, pra Kongresi. Thoma Deliana, ministri i Arsimit, Androklip Kostallari, profesor, drejtori i Institutit Gjuhësisë dhe Lehtësisë së Universitetit Shtetëror të Tiranës. Mahir Domi, gjuhëtar në Institutin e Gjuhës dhe Lehtësisë në Universitetin e Tiranës. Profesor Iqem Çabej, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë. Profesor Idris Ajeti, dekani i Fakultetit Filozofik në Prishtinë. Profesor Dimitri Shuteriqi, kryetari i Lidhjes Shqiptare dhe Artistëve të Tiranë. Profesor Alex Buda, historian në Institutin e Historisë të Tiranë. Doktor Xhep Qosja, nga Prishtina, drejtori i Institutit Albanologjik. Profesor Shaban Demira, pedagog i gjuhës shqipe në Fakultetin e Historisë Filologjisë në Universitetin e Tiranës. Lirak Dotbigba, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë. Kol Koci, mësuesi i popullit Tiranë. Remzin Esimi, pedagog i gjuhës shqipe në Akademinë Pedagogjike Shkup. Do të thënë kemi pasur edhe nga shqiptarët e Maqedonisë. Gjorgji Gjinari, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë, Tiranë. Anastas Dodi, zëvendës dekan i Fakultetit të Historisë Filologjisë Universitetit të Tiranës. Emil Lafe, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë dhe Lehtësisë të Universitetit të Tiranës. Jup Kastrati, pedagog i gjuhës shqipe në Institutin Pedagogjik në Shkodër. Ja pra ju shkodëranët e kemi pasur këtu. Angel Angoni, specialist i gjuhës shqipe në Ministrinë e Kulturës në Tiranë, Arsimit dhe Kulturës. Ali Abdi Hoxha, drejtori i shtëpisë botuese në Infrashit Tiranë. Luiq Franja, mësuesi i gjuhës shqipe, lehtësisë shqipe Shkodër. Ja pra, shkodëranët. Josif Ferrari, studius arbëresh, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Barit. Ahmet Kelmendi, pedagog i gjuhës shqipe në Shkollën e Lartë Pedagogjike Prishtinë, nga Kosova. Ahmet Limani, mësuesi i gjuhës dhe lehtësisë shqipe Mamurrës.
mësuesi gjuhës shqipe mamurëse, kjo është e çuditshme. Ajet Bytyçi, pedagog i gjuhës shqipe në Shkollën e Lartë Pedagogjike Prizren. Ali Dhrimo, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë Tiranë. Bari Beci, gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë dhe Lehtësisë Universitetit Shtetëror i Tiranës, po Shkodranën. Bajram Ajrullaj, babai i Benet Becit. Pedagog gjuhës shqipe në filialin e Universitetit të Tiranës Vlorë. Bedri Dedja, zëvendës ministri i arsimit, Besim Vokshi, pedagog në Gjakov, Dalan Shapoj, që të kaloi shpejt në Tiranë, Drita Garuci në Shkodër, mësuese gjuhës shqipe në Shkodër, Dritrova Golli, shkrimtar Tiranë, Dhimita Samara Tiranë, Dhori Qiriazi Ersek, shkrimtar, Elsa Vakëfliu, mësuese gjuhës e lehtësisë shqipe në Berat. Këtu janë çuditshme disa mësuese. Fadil Podgorica, pedagog i gjuhës shqipe në Shkodër. Fatmira Galliu, pedagog në Tiranë. Fatmir Gjata, shkrimtar. Ferdinand Lega, gjuhëtar. Gaqo Peci, mësues i gjuhës lehtësisë shqipe në Korçë. Këta po më çudisin. Hasan Sazani, mësues i gjuhës shqipe në Gjirokastër. Prap kjo e çuditshme. Henrik Lacaj, pedagog në Tiranë. Hysén Qosja, pedagog në Elbasan. Isa Bajqinca, pedagog në Prishtinë, në Fakultetin Filozofik, Ismail Bajra në Prishtinë, Ismail Doda, drejtori i shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Ostros Kraj. Kraj i Shkodër, Kraj është Malzi. Kjo është Malzi, se ka këtu. Në Malzi. Ismail Gadare, shkrimtar në Tiranë, Jakov Zoza, shkrimtar në Tiranë, Jani Thomaj, gjuhëtar në Tiranë, Jorgo Bulo, historian në Tiranë, Jorgji Çerepi, pedagog në Tiranë, Koço Bihiku, zëvendës drejtori i Institutit të Gjuhësisë Tiranë, Kol Ashta, pedagog i gjuhës shqipe në Institutin e Lartë Pedagogjik Shkodër. Ore, ka shumë shkodran këtu, mos na thoni tani që vetëm ne nga jugu kemi qenë në kongres. Kush mori vendimin? Kristaj Shtëmbari, Lazgush Poradeci, shkrimtar në Tiranë, Lazgush i madh, Luan Dino, Lumnie Shehetila, mësuese gjuhës shqipe lehtësisë në Elbasan, Lazar Siliqi, Mehmet Çeliku, Menella Totoni, Tiranë, Mërkur Alimerko, Tiranë, Mikel Zavalani, Korçë, Myfyt, mësues ky, Myfyt Trepça në Peshkëpi, mësues, Muhir Reso, pedagog në Tiranë, Naim Bardhi, mësues në Kavaj, Nesti Bellovoda në Korçë, Nikoleta Cikuli në Tiranë, Niko Tanini, redaktor letrar në Gazetën Zëri Popullit Tiranë, Osman Myderizi, gjuhëtar veteran Tiranë, edhe gjuhëtar veteran, jo vetëm të rinj, Petro Janura, drejtori i degës gjuhës shqipe në Shkup. Pietër Fusha, mësues i gjuhës shqipe Rubik, Qemala Gjasani në Tiranë, Remzi Përnaska në Tiranë, Sefedin Sulejmani, drejtori i njësisë së bashkuar të punës botuese flaka e vllazërimit Shkup, Sofika Avami Vlorë, Sofika Morcka, gjuhëtare në Tiranë, Spiro Floqi në Tiranë, Stefan Prifti, gjuhëtar Tiranë, Stereos Pasa, shkrimtar Tiranë, Shefqet Hoxha, pedagog në Kukës, i gjuhës shqipe filialin e Universitetit të Tiranës në Kukës, Shefqet Musaraj, shkrimtar Tiranë, Tomor Osmani, pedagog në Shkodër, Gjevat Loshi, gjuhëtar në Tiranë, Ylli Ruli, pedagog Berat, Zana Daci, pedagoge në Tiranë, Zini Sako, drejtori i Institutit Folklorit Tiranë, Janeta Nova, mësuese i gjuhës së lehtësisë Gjirokastër, 87. Po ja. Blerta, kishit shumë shkodrana tu dhe kisha shumë geg. Më fal. Geg madje mua më rezulton janë më shumë se sa tosk. Po letjen, more, letjen. Kisman, nga 87. Vendimarrja, tani Roland. Kush e mori vendimarrjen? Po kush politike më po ta lexojmë, po tani se njerëzit kanë dhe alergji, po ta lexojmë fillimin fillon në nuheqjen e partisë ku diun se çfarë. Të fillosh atë, jo unë s'do ta lexoj, nuk më ato pjesë, atë pjesën që thatë. Do me thonë, janë pjesë që... Jo, atë pjesën që thatë, kush e mori vendimin? Pra, vendimi është përgatitur nga partia edhe këta kanë firmosur. Kjo është e thjeshtë, kjo është shumë e thjeshtë. Dhe të thuaj që kanë diku kush nikoj? Po tashti, unë nuk e di kush ishte determinanti, po sigurisht që kasa politike e momentit, vinte nga një zonë e jugut, doni një lloj determinimi gjuhësor, se gjuha është dhe prestigj në analistë fundit. Me thënë, sot e kësaj dite, pavarësisht se ka njerëz shumë të zotë edhe geg, po themi që mund të flasin edhe si sarandiot nga aftësia gjuhësore, po është e tmerrshme nëse ati duhet të, ku diun, ta mendoj si ta flasi gjuhën anëtare. Atëherë i bimo kollaj po flas gjuhë huaj thot se sa ndjehem në siklet që s'po e flet shumë mirë. Po kjo është situata e krijuar. Biles, e di ku e ndjeva këtë Roland, së fundi u bë ky konkurs i gjuhës shqipe mes shkollave. Edhe transmetoi televizioni, i ndoqja pak. E ishin finale një shkollë e Tiranës, nuk po i përmend emra, dhe një shkollë nga Lezhë.
edhe shumë të mirë gjithë fëmijët, ku ka fëmijë këqij, gjithë fëmijët janë të mirë. Edhe të përgatitur ishin, edhe ç'a konstatoja tani, me keqardhje, gjoja vajzat e Lezhës impostoheshin. Unë e kam shumë qartë, ata në Lezhë flasin gegnisht. Pra, ata e kishin një lloj vija re. Kishin siklet? Po e dalloja unë, e dalloj se kam ditë veten time. Unë tashti unë flas gjithsesi për shumë arsye, por i vija re që ata donin të impostoheshin në standard. E kupton që dukeshin si këta Tiranës. Pra që këtu ti e ke vend tjetrin në siklet, tjetri nuk duhet njehet siklet. Tani ti thuaj që i është rënë qaf gegnishtës? Patjetër që është. Me paskajore? Jo vetëm me paskajore. Më fal, unë nuk jam, nuk e di, interpretuesja e një materiali shkencor, se kjo s'bëhet pa material shkencor. Ky është një kongres pa kurfar materiali. Këta e kanë vendosur kështu bram, biles, nga që e kanë vendosur kështu politikisht, ja po prit, lexohet. Jo, lexohet interalia, prit, po të lexojmë edhe vendimarrjen çfarë thonë ndër tjerat e rezoluta. Thot, lem të hapur për të rishiku, len detyra, se si kanë bërë gjërat gati të rregullat e drejtshkrimit. Deri në vitin filan, thot 75, përgatitën dhe rregullat thot të drejtshqiptimit, edhe rregullat e piksimit. Piksimit e kanë miratu, kurse për drejtshqiptimin që kanë bërë, me një deus ex machina, me i VKM. Se në atë kohë dhe deri para, po, kanë nxjerrë një VKM, se si mi dhon forcë tani standardit, pse u bë një kongres, kongresi themi ne nuk ka fuqi ligjore, kongresi mund të jetë aktivitet shkencor. Jam mbledh sa shkencëtar e kanë vendos, pavarësisht se në udhëheqjen e partisë, por nuk është detyrueshëm. Po ajo është kthyer në vendim ligjor? Po, kanë bërë një VKM, Këshilli i Ministrave, vendimi numër 50 i 74-s, që nga titulli për masat për zbatimin e drejtshkrimit të njësuar të gjuhës shqipe, edhe thot të zbatohet rezoluta e kongresit. Dhe pastaj, në vend që të bënin rregullat e drejtshqiptimit, s'është e tmerrshme, të lexosh gjithë këto rregulla të drejtshkrimit, të shqiptosh ashtu është denatyruese për njeriu. Thot, norma drejtshkrimore të shërbejë si bazë edhe për gjuhën letrare të folur në gjitha fushat e përdorimit të saj, pra. Si që shkruajmë edhe ta lexojmë, gjë që është e vështirë, shif dhe gjuhë tjera europiane. E kemi parasysh vetë. Jo këtu te kjo shqiptimit ke jo të drejtë. Po ajo ja, për shembull po them kot, po marr një fjalë bazike franceze, EAU, uje, shkruhet EAU, o themin me shqiptu. Ne nuk mund të themi, ne nuk mund ta shkruajmë Shakespeare, do ta shkruajmë Shakespeare. Ashtu dhe. Kështu që tashti nga pikpamja e hierarkisë burimeve të drejtës, kjo është një VKM, vendim shqip ministra, miratuar pa bazë ligjore. Kushtetuta e re na ka vënë gjithë një standard lartë. Aktet në ligjore thot dalin bazën zbatim të ligjit. Pra, cila është themi ne reforma e madhe që ka ndodhur pas kushtetutës? Gjithë Këshilli i Ministrave, në atë kohë kam pas fatin me punu, jemi marrë me hartu ligjet e reja, sepse kishin fusha të caktuara të ekonomisë, të rregulluara me një VKM, me propozim të Ministrit të Industrisë, që i ministra vendosi, pa bazë ligjore asnjë gjë, jepi. Kështu që në këtë aspekt kushtetuta ka vënë një standard më të lartë, themi ne. Dhe e dyta, nuk e lidh dhe nuk e kufizon me standardin pararendës. E vesh shqipen pjedestal. Tani, Mariana Koçeku tha në këtë studio që unë po shikoj marr një nisëm për të futur gegnishtën në gjuhën standarde. Nuk e ndoqa të plot atëherë. Kryvepër, shiko. Një peticion. Si mund bëhet? Atëherë ka disa rrugë. Unë do ta lidh pak më tej, se shohim pak më gjatë. Pak më gjatë e pak më gjerë. Nëse marrim kushtetutën me interpretim të plot, sistematik, duke filluar nga preambula, që është shpirti i kushtetutës, në preambul, çfarë thuhet? E merr përsipër populli i Shqipërisë, për prosperitetin e gjithë kombit, thot, për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore, populli shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar. Pra ideja është këtu. Populli shqiptar i ngelur brenda kufive të Republikës Shqipërisë ka marrë për vete, themi edhe këtë angazhim, për bashkim kombëtar, për identitet, gjuha na dallon. Ato që po thonim Roland, kur shkojmë jashtë, flasim gjuhë huaj, kur e gjejmë tjetrin që shqiptar, po fol më shqipe, fol, duket sikur gjejmë gjithë ato. Duhet thënë zonja Kraja që duhet bërë një duhet bërë një kongres i ri dhe një kjo fjala kongres nuk më pëlqen ndjes. Po ç'a do jetë? Ja ta them. Ti thuaj një nisëm vetëm parlament. Për të bërë një gjuhë të përbashkët. Ose siç thot Konica, për një gjuhë shqipe të përbashkët, e kemi depozituar një peticion tillë. Duhet përzihet. Jo, gjuhë të përgjithshme. Gjuha shqipe e përgjithshme. Po mirë, ja, Konica. Ne kemi thënë, dakord, ajo është e hapur. Ne kemi thënë për një gjuhë shqipe të përbashkët, mund të jetë
Si nuk e di, është e hapur. Kjo duhet dali nga unë gjithmonë jam për konkluzione pas studimeve. Përmjet një ligji, thoni. Jo, mund ta shpjegoj të lutem. Kushtetuta nuk na autorizon me nxjerr ligj. Kushtetuta, jam shumë skrupuloze në këtë aspektin, na autorizon për shembull për të nxjerr ligj për formën për masat e simboleve kombëtare. Për shqipen nuk thot ligj. Por një nga rrugët, se gjithmonë du ta zgjeroj pak më tepër. Çfarë na ka ndodhur pas 98-s? Është miratu kushtetuta në Kosovë, ë? Në kushtetutën Kosovë thu gjuhë zyrtare është Shqipja, serbishtja shumë e rrallë, por Shqipja, edhe atje Shqipja. Fundit është entitet juridik në vete, ç'lidhje kanë me standardin, me kongresin, a kupton e ngatrojmë ne, po s'ka në lidhje. E dyta, Mali i Zi po ashtu, në kushtetut, e ka futur si gjuhë minoritare, po që përdoret është gjuhë zyrtare Shqipja. Maqedonia e Veriut për popullsinë thotë që kanë mi 20%, pra për Shqipja dhe ligji për gjuhët përkatëse. Gjitha këto janë ngjarje që janë pas vitit 2000, pra ka patur evolim nga pikpamja gjuhësore. Kështu që ne kaq shqiptar jemi në Ballkan, se kemi edhe shqiptar në përbotë, që jemi në troje etnike, që gjithë këto shtete ku jemi të shpërndar, mendojmë ty në Bashkimin Evropian, pra bin kufit mes nesh, ne do jemi si entitet, jemi një popull, po themi shqiptar këtu, që duhet flasim një gjuhë të përbashkët. Ajo që kemi depozituar ne ka një 2 vjet që merrem këtë çështje. Po, kemi në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Po çfarë kërkoni atje? Atëherë kemi kërkuar ngritjen e një komisioni edhe të posaçëm, si ta mendoj Kuvendi që t'i vi më, le të themi, përshtatshëm me rregullat e brendshme, një komision të posaçëm për një gjuhë shqipe të përbashkët, që sigurisht aty mund të jenë deputet që merren me fushën dhe që aktivizojnë, themi, ekspert, gjuhëtar, profesor, jo vetëm nga Akademia e Shkencave e Republikës Shqipërisë, po ka katedra gjuhës shqipe edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në shtete tjera, që mund t'japin kontribut, që të miratojnë një metodologji të caktuar dhe le të themi ato që quajnë anglezët mi bën një matje gjuhës, pra si flitet, a përdoret paskajorja apo s'përdoret? Po kush jeni ju? Atëherë ta shpjegoj, unë bëj pjesë me një grup shkrimtarësh, gazetarësh, intelektual, njerëz që kanë interesa për gjuhën. Keni 2 vjet që keni bërë. Po është që në 2022-shin, pra ishte periudha që 4 vjet. Po du të them në Kuvend jo ende e majnë aty. Pa shqyrtim, ne do t'ja bëjmë një rikujtesë. Do të bëni një restart. Një rikujtesë, sepse po ta themi shqip, rikujtesë. Do ja bëjmë një rikujtesë, se ja kemi bërë kujtesë, po bëjmë një rikujtesë. Një rikujtesë që grupi njësmëtar mund të dëgjohet aty, ka një grup shkrimtarësh të përfshirë, Primosh Llaku. Kush janë? Primosh Llaku, Migjen Kölmendi. Migjen Kölmendi e njohin gjithë, ai është jurist në fakt, po është gazetar, është artist, Filip Guraziu. Filip Guraziu e njihnin, besoj, matematicien, basketbollist. Të gjithë jeni shkodran? Jo vetëm, po të lexojmë emrat, sepse peticioni është hedhur dhe online tek platforma. Pa aty janë nënshkruar 1700 vet, janë online. 1700? Po, 1700. Po geg të gjithë 1700? Jo, janë njerëz që jetojnë dhe jashtë, janë të identifikuar. Jo, jashtë mund t'jenë edhe, po geg janë kryesisht. Nuk e di, shohin për një gjuhë shqipe të përbashkët, mund të jenë edhe shqiptar të Kosovës, shqiptar të Maqedonisë Veriut, shqiptar të Malit Zi. Pra ndoshta kjo na ndihmon, po marr nga ty fjalën restart. Restart. Po, restart, për ta restartuar gjuhën tonë. Dhe ajo që ju kërkoni aty është fusim paskajor? Shiko, nuk jemi ne se fusim me zor, ne themi duhet ta rishofim. Unë nuk e di, jam e fushës e du pak me shkencë. Ti vrasësin e lirove nga burgu. Shiko, latin thon sumam iurias, drejtësia më madhe është pa drejtësia më madhe, kështu që jo gjithmonë gjërat janë ashtu siç na paraqiten. Avokate fort që nga. Foto tjetër? Tani lexoj ti këtë se unë nuk e lexoj aq mirë se ti. Pa, për mizaç që lshon bylbyli, gjua shqipe më shungullon. Për mbi erë që nep zymyli, pada zemren ma ngushllon. Gegetosk, Malcia, Lia janë një këmbë, muda zduron. Fune maje, një Shqipnia e një gjuhë gjithë na bashkon. Sa bukur. Kryvepër. Është bilbil në mjeda, është i amël shumë. Kjo t'i ndonë aq bukur. Është i amël. Shumë bukur kjo, për gjuhën shqipe. Dhe në Toskë, nuk kemi keq, ajo e në infrashit, foto tjetër. Nuk kemi keq dhe ne. Lasgushi këtë kanë vendosur si një nga ata 87 që ka qenë antar i Kongresit. Po shiko ftesa, do të ftoheni të merrni pjesë delegat i Kongresit.
Shiko. Nuk datën 20 nëntor. Dakor, nuk vihet në sallën e Kuvendit Popullor. Që ka bërë në parlament ajo? Po pra, i kanë dhënë rëndësinë e duhur, e kanë vendosur me firma me vula dhe vendosën me varros gegnishten, mos me shkru gegnisht, mos me fol gegnisht. Na data 20 deri 25 nëntor 1972. Shiko Landi, Roland, do me thënë, asnjë nuk e vën diskutim një vendimarrje brenda një situate autokratike, politike, do me thënë, as shtrohet çështja se ka qenë kongres shkencor e demokratik, por njerëzit kanë lexuar edhe nga ato që kanë qenë të pranishëm kongres, për shembull, i nderuari profesor Baribeci, ai ka dhënë intervista gjata dhe ka bërë një si lloj mea culpa, le të themi, se ka dëshmuar për atmosferën e kongresit, për këtë që them unë. Vendimarrja ka qenë politike. Baribeci? Po. Vendimarrja është politike? Po, e ke të shkruar. Do me thënë në sensin që këta nuk kanë qenë të lirë asnjë për të dhënë mendimin e tyre. E para, e dyta, rastisht në një nga aktivitetet që u bën Akademinë të Shkencave për profesor Jup Kastratin, dha një intervistë profesor Recep Qosja. Ju e dini, Recep Qosja është një nga idhtarët e standardit edhe e mbron, pavarësisht se ai është nga Vuthaj, është një geg, le të themi jashtëzakonshëm, edhe ka shkruar vepra që ne i lexojmë me ëndje sot e kësaj dite. Ai tha ndër tjera, kur foli për atmosferën e Kongresit drejt shkrimit, edhe tha se ne tha që vishim tha me delegacionet Kosovës, tha nuk na lenin tha mu taku me këta të Shqipërisë. Pra mendovall i kanë majtur kaq të izoluar dhe kaq fiktivisht ka qenë antarësia, sa është largëmend të besosh se është bërë një lloj debati shkencor dhe pastaj në fund është konkluduar. Dhe po të shikojmë edhe rezolutën, se dikush një dorë, le të themi elegante që e ka shkruar, ka lënë të hapur. Pra edhe nëse dikush do të qëndrojë në atë hullinë e standardit, është lënë e hapur që të rishikohet, sepse gjua është e gjallë. Gjuhën e bëjmë përdorusit, dhe pas 50 vitesh duhet ripar, si mendoni? Jo, mbas gjysmë shekulli, a mund të zhbet ajo që është bërë? Jo, gjithçka ndodh, jo, ne po kthehemi në identitet, nuk kemi çfarë zhbojmë, kjo është gjua jonë, gjithëve. 54 vjet nuk janë asgjë përballë qindra e mira viteve. Shiko, betejat për gjuhën shqipe nuk kanë rreshtur. Po të lexojmë dhe historinë tonë si popull, jemi përpjekur shumë. Ato që është ndaluar gjatë pushtimit otoman ç'a ishte gjua shqipe. Po tjetër? Tani vim pak të drejtësia, tani kthehemi prapë. Këta janë 20 prokurorët e Spakut. Ju hodhët akuza, ju bët një analizë dhe me një konkluzion të fortë që është në kolaps drejtësia, po ne kemi institucion si Spaku që jo vetëm nuk është në kolaps, po e ka arritur një deviz të vetën, do të thënë pandushkueshmëria nuk është. Shiko, edhe kur u krijua gjykata e krimeve të rënda, prokuria e krimeve të rënda, unë kam qenë një detyrë shtetërore që duhej të jep një mendim për projektligjin përkatës, edhe si natyrë jam kundër gjykatave speciale, me thënë drejtën, gjykatave të jashtëzakonshme. Edhe në këtë rast kanë lënë si pa veprim dhe në hije prokurinë normale, prokurinë e zakonshme, duke thënë që një gjë speciale do ta shpëtoj këtë vend. Biles nga njerë e shoh them kaq të dëshpëruar jemi si popull që nuk arrijmë të ndryshojmë, themi liderit politik sa presim vetëm që ata të hyjnë burg që t'ikin, se kështu s'presim gjë tjetër. Pra ne nuk jemi të zot, po themi të bëjmë rotacione politike normale me vot, ose nuk jemi të zot edhe kur kemi situata që janë absurde për t'u pranuar, që si popull të rebelohemi në atë pikë që ta bëjmë qeverinë, po themi, t'i pranoj kërkesat, ose ku diun të dorëhiqet, ose të bëj zgjedhje të parakoshme, pra ne nuk jemi, këtë ka treguar kjo historia jonë 30 vjeçare, përveç asaj luftës civile të 97-s që ishte e stisur. Kështu që në këtë kuptim, krijimi një gjykate dhe një prokurie speciale, një farë mënyre, se do jetë shpëtimi ynë, unë me thënë drejtën nuk e shoh shpëtimin nga burgu, nuk e di, më fal, ndoshta kjo është thjesht po nga kush e shikoni ju? Pikpamja ime. Atëherë, unë e shoh nga një kumulim faktorësh, Roland. Do me thonë, e shoh funksionimin një shteti demokratik normal. Nëse sot do kishim parti politike që funksionojnë në mënyrë demokratike, ne s'do kishim gjithë të frymë, themi, të ashpër, që janë zakonisht liderët e partive politike, sillen si pronartë partive politike, janë ata që nxjerrin nga xhepi listat e deputetëve.
edhe njerëzit habiten që janë këto deputet, dhe deputetët... Një sekund, jo, kushtetuta thot, po të shikojmë, dakord, ka vend për rikorrigjim e rishikim. Kushtetuta thot që listat i sillin partitë politike. Problemin e kemi që i kemi partitë politike jo në përputhje me kushtetutën. Kushtetuta thot partitë politike duhet të kenë një organizim demokratik, më thujti cila parti ka organizim demokratik. Pra, këtu maroj. Këtu fillon dhe financimi i paligjshëm, këtu e ka gjenezën edhe korrupsioni. Pse korrupsioni? Nëse 2-3 subjekte tregtare e mbështesin partinë X në zgjedhje, sa marrën zgjedhje thotë shif se unë du këtë koncesionin, këtu du këtë tokën këtu në Bregdet, e kështu me radhë. E këtu fillon e marron. Puna spakut është për t'u përshëndetur se asnjë s'do më raharo. Për shkak të punës po, edhe njoh, po jo, nuk a mund të mos them? Njoh disa. Do thotë se s'vend, çdo jurist që ka bërë këtë pyetje, po kanë thënë njoh këtë, më ka lidh kjo, më ka lidh. Tani na thënë një njoh zotin Dibra, njoh zotin Kraja, njoh se e ke nga Shkodra jote? Jo, s'është ajo, e kam njohur në Tiranë, nuk e kam patur, kemi punuar një institucion dikur. Njoh disa nga larg. Cili është vlerësimi juaj për zotin Kraja? Po është një person me integritet, ai ka një favor ndryshe nga tjerët, ai është dhe ekonomist, ndjenin tim dhe jurist. Po, shumë. Gjë që jep mundësi të njohë, po. Jashtë ka fakultete që bëhen bashkë zakonisht, ekonomiku me juridikun 2 vitet e para, sepse një jurist ka nevojë po dhe një ekonomist ka nevojë për njohuri juridike të mira, siç ka dhe në Amerikë që ti duhet bësh një fakultet tjetër, për shembull matematik, dhe pastaj të bësh juridikun. Pra, juridik pa dita si gjë, kështu që dhe thatë për zotin Bear Dibra? Po, dhe ai më duket korrekt, nuk e di gjithë më duken korrekt me respekt edhe nga zonjat, i njoh nga larg, nuk është se i kam patur procese. Jo, unë nuk parambroj te kjo gjykat. Shiko, unë jam trajnuar për penale ndërkombëtare për gjykat Hage. Për gjykat Hage? Po mirë, pse s'ke ti këtu penale pasaj? Shiko, nuk kam preferuar të marr sepse janë çështje, duhet ta përjetosh shumë me klientin, zakonisht njerëzit janë paraburgosur. Dhe një avokat që ka klientin e paraburgosur duhet kaloj një pjesë kohësh në burg. Ka shumë avokat që thonë e kam shlyj dënim, thonë sa herë kam dhejt në burg që është marrë në pyetje, llogarisin orët, edhe ka shumë avokat që thotë unë e kam shlyj jetën time i dënim në burg. Ka shumë avokat që rrinë shumë kohë, shumë kohë në burg, ë? Po, për shembull, nëse e ke paraburgosur dhe lihet marrje në pyetje, qoftë vjen prokuror ose apo gjë ti do jesh aty me klientin. Atë llogarisish orë të tëra, kështu që ka shumë avokat. Tani, do doja një kështu këto janë kryeministët e Shqipërisë, sepse ne nuk e themi zonja Kraja që kryeministi i parë i Shqipërisë Ismail Qemali, ai që ngriti flamurin dhe u bë kryeminist, ishte jurist. E kemi nisë mirë, nuk e kemi nisë keq, a? Jo keq. Pastaj këtej nga fundi s'kemi jurista e tjerë. Po jo, jemi bërë shumë ne jurista tani, jemi bërë shumë, nuk ka nevojë për kaq shumë jurist, mendoj. Po, është shkruar kjo në vitet 30, Shqipëria zinte vendin e parë në Ballkan për numrin e juristëve për numër të popullsisë. Shiko, juridiku t'jep kulturë të përgjithshme. Pra, ti mund të caktohesh dhe drejtor normmarrjes konservave dhe jemi kulturë të tillë që bën shumë më mirë aktivitetin se dikush tjetër. Bukur kjo, një shkodrane vjen këtu në 2026 dhe thotë drejtori i ndërmarrjes konservave. Unë sa kisha harruar këtë ndërmarrje, ka qenë në Vlorë mos gaboj? Po ka pas gjithandej, kush ka pas peshk. Ndërmarrja e konservave të peshkut. Ose e bukur kjo. Edhe po marr një personazh që ndoshta s'duhet marr. Jo, po ometoj një sekond nga tanët, po marr kot Berlusconin që ka kryer juridik. Dhe ai u mor me ndërtim. Pra, juridiku i dha kulturën e përgjithshme për të orientuar në shoqëri dhe në biznes dhe për qenë fitues. Pavarësisht se gjatë kohës që ishte kryeministër u shoqërua me shumë procese penale, po kjo nuk e pengoi që tullhiqte vendin e tjerë. Asnjë nuk kemi jurist mbas 90-s. Unë do, pavarësisht se i bie 13 Fanolit, Fanoli më duket më jashtëzakonshëm. Ai ishte më i arsimuari, po më i dështuari Blerta? Nuk e di. Si kryeministër flas, jo si. Shiko, dakord pra, se ndoshta edhe si popull ishim nuk e meritonim, ë? Po, siç duket i kemi pas pak më të parakoshëm, por Fanoli më duket figurë ndritur. Pastaj ka persona që unë kam respekt, i kam njohur dhe nga afër. Sidomos kryeministrat në fund. Tani një pyetje kam, si ka mundësi që mbas ditë që çajm pra nga mbas rrëzimit të regjimit komunist deri më sot, s'kemi asnjë kryeminist jurist. Dhe çfarë do të thënë është kjo? Po, se di, ndoshta janë, shiko, juristët e mirë janë shumë frigacak, këtë ta dish.
E bukur. Juristët e mirë janë shumë frikacak. Që do thot, zbëhen kryeministra. Shiko, frikohen edhe të firmosin, e kështu janë shumë frikacak. Juristët e mirë. Pastaj ka aventurierë sa dush, po juristët e mirë janë frikacak. Juristi mirë është frikacak. Ti je frikacake? Po, ku di unë që të them, edhe jam edhe s'jam, unë jam më shumë me imperativet kategorike, do më thënë, në qëse më frymëzon diçka punoj, ndoshta e marrë dhe rrezikun parasysh, kam pas dhe probleme me çështjet, nuk është e thjeshtë të mbrosh çështjet caktuara. Kam pas presione, gjithfarllojesh. Je kërcënuar ndonjëherë? Po kam pas, nuk du të flas, unë ec përpara, kështu, po du të them. Je kërcënuar, domethënë. Po kam pas gjithfarllojesh, domethënë i kam pas dhe në familje, nga një herë kam mësuar edhe për shkak të çështjeve timeti. Atë çfarë i bëjmë? Po atëherë po sulmojmë fëmin, e kupton? I kam përjetu gjitha fazat. Kështu që jam mësu me këtë punë, por them njeriu po që në pozitat mira, drejta, po megjithatë juristët e mirë janë frikacak, kaq që ti të them. Foto tjetër? Po për qeverinë do na thuash një gjë, zonja Kraja? Një pjesë janë të panjohur për mua, nuk i kam taku ndonjëherë, i shoh për herë të parë, i ndjek një pjesë me ëndje, unë punoj dhe me projekte me organizata ndërkombëtare, çka do thotë asistojmë. Ka ndonjë nga këta që ju e vlerësoni? Po, Majlinda Dhuka është unë e kam njohur herët, Majlinda Dhuka është një juriste shumë e mirë. Edhe është një krye negociatore, them, shumë dinjitoze. Mendoj që është shumë e mirë. Toni Gogu po ashtu Ministri i Drejtësisë. Ka qenë ai ka qenë kancelar një kohë që unë punoja avokate, po edhe shumë person dinjitoz. Më duken gjithë janë profesionistë në fushat përkatëse. Nuk e di, nuk po rriti analizë gjithë. Unë si jam analiste politike, ndjes. Jo, si analiste politike, po je Blerta Kraja avokate dhe... Ndjes, unë mund t'i bëj analizë për secilin. Dhe e majtë, Shkodranë e majtë, e fortë. Shkodranë e majtë. Po, unë me që po shoh Enea Karakacin, që është jurist, do i thoja të rregullon të rrugën, se s'bën gjithë njerëzit ankohen për rrugën nga Tiranë deri në Shkodër, dhe unë ankohem 90 kilometra rrugë fushore, s'ka as tunele, s'ka nevojë as për ura, as i gjë. Fushore, 90 kilometra, mirë për s'është thjesht rruga që lidh Tiranën me Shkodrën, është rruga që lidh Tiranën me Europën perëndimore, e vetmja rrugë toksore. A duam të shkojmë Gjermani? A duam të shkojmë Danimark? A duam të shkojmë Francë? Ajo është rruga toksore, s'kemi tjetër. Dhe po i bën thirrje Enea Karakaçi dhe i them, shiko, ka një vend, ajo ka nevojë për zgjerim komplet ndoshta, sepse çka ka ndodhur? U bë rruga Kombit. Pra, është si me fut një tub me fikaq në një tub me ashtu dhe prandaj ndodh gjithaj bllokim. Por, një pjesë, një segment as 3 kilometra nuk është, nga rreth rrotullimi për t'u afruar të Shëngjini deri me hyj tek qyteti i Lezhës, 3 kilometra janë. Ka nevojë një zgjerim të marrë korsinë e vet Shëngjini dhe pjesa që do shkoj për Shkodër ose për Han Hotit ose Muriqan, se të mendojmë jo vetëm për veten, po edhe për të huaj që duan të vinë. E ndjejnë atë bllokimin. Ku të kaloj, thot, unë bredh në përmale, më pëlqen, si me thonë, pjesa Alpeve, edhe kishin ardhur në theth, ishin të huaj. E bëri një gjë kështu lokalise për një rrugë për Shkodër. Jo, ajo është rruga për Europë, them. Nuk është thjesht për Shkodër, por është për Europë. Edhe thonin, kemi qejf shohim Rivierën, por kishin pa trafikun dhe dekurajohen për zbrit poshtë. Pra kishin ardhur nga Malizi, shkojnë Alpe, as hyn në Shkodër fare. As erdhën Tiranë, as vajtën Dhërmi, që kanë qejf të çojnë Dhërmi, sepse rruga është e bllokuar. Kështu që mund të bëhet një ndërhyrje e shpejtë edhe do ta falenderonin gjithë. Foto tjetër? Doktori. Po doktori po, na thuaj një fjalë për doktorin, zonja avokate. Doktori, them, ka ardhur koha t'ja lër brezit ri, nuk e di, mendoj që ka mjaft më këmbës nga familjet e djathta, ka probleme të shtresës djathtë pas zgjidhura, me cilat shqetësime bashkohem dhe unë, se punoj për ditë me çështjet e pronave, kështu që çështja e pronave është e edhshme, ka zgjidhje, thot politika s'ka zgjidhje se u intereson ky kaos, ka zgjidhje, por nuk ka zhvillim ekonomik dhe nuk ka hyrje në Bashkimin Evropian, po nuk u zgjidh çështja e pronave. Si ka mundësi zonja Kraj që gjithë që vin këtu thot duhet ikë Berisha dhe Berisha vazhdon rri? Unë them, ai prap mund të qëndroj me veprën e vet, se ai shkruan, lexon, shoh një person që mbahet me këtë pjesën. Nuk e di, unë nuk jam politik, unë s'jam antare e partie, ndoshta s'jam as personi i dur. A voton ti? Sigurisht që votoj. Jam qytetare që votoj gjithmonë. Patjetër. Shkodranë edhe majtë, e fort kështu. Foto tjetër se Blerta e tha atë. Tani, sot 105 vjet më parë, fiks me 21 prill të vitit 1921, u mbajt
Seanca e parë e parlamentit parë të dalë nga zgjedhjet e para. Gjithë burra, asnjë grua, ashtu ka qenë periudha. Mirë se votimi për gruan mbas 45-s filloi, zonja Kraja. Tani, unë madje kam bërë dhe një status në mëngjes, zonja Kraja, do doja një koment për këtë. Do thënë, këta janë yjet e parlamentarizmit shqiptar, sepse gjithë koka dhe mendjet të dritura, që nga Ali Këlsyra, që nga Stavro Vinjau, që nga Ahmet Zogu, Bari Omari, Aliko Prënska, do thënë, janë Kemi një dallim të madh, mendoj, me atë kohë, do me thënë, para 44-s, po e marrë në total, pavarësisht se 44-a ka drejtit e veta, po shikoj dhe Luigjë Gurakuqi aty. Po, Luigjë Gurakuqi, filmtari parësisë dhe deputeti Shkodrës, deputeti juaj. Ata udhëheqin me shembullin e tyre, po të shikojmë, një pjesë e tyre kanë lënë pasuritë e familjeve, se vinë nga familje të pasura. Do lexoj një gjë shumë të bukur. Gazeta Taraboshi e Shkodrës, data 1 maj 1921, disa ditë pas mbajtjes parlamentit. Dhe thot, parlamenti u hap. Vllazërit ton që janë Gegnishte kë, që janë larg nesh, larg atë trajes, atë dheu, do të thonë, a mos jena në ëndër? E që besa gati dhe ne që gjendena në Shqipëri, mendojmë, a thue mos t'jemi në ëndër, prej sa rasa është fort e madhnueshme, parlamenti u hap. Do të thonë Shqipëria është bërë me parlament, mos jemi që në ëndër. Në ëndër. Shumë e bukur. Po gazeta Taraboshi në Shkodër. Po ka pas, Shkodra ka pas gazeta shumë, ka pas shtëpi botuese, ka pas shtypshkronja, kështu që, që mund të them thjesht, unë marrë, le të themi një pasqyrë ku deputetët e sotëm duhet shojnë vetveten, pra nuk është puna me ra hero, se jeta është shumë e shtrenjtë për secilin, por ideja është këtu që këtu ka individ që vinë nga familjet pasura, kanë shkrirë pasurinë familjare për çështjet e adheut, e të kombit, e të shtetit shqiptar. Po tani si bëj? Tani shkrin pasurinë e shtetit? Jo, këtu ka dalë tani është kriju një kulturë shumë e shëmtuar që biznesi më fitimprurës është politika, kjo është e tmerrshme. Kështu që ky është një problem shumë i madh dhe kjo erozon bilesbesimin e qytetarëve, se thon pse nuk na ndjekin mrapa. Po si të ndjekin ti do udhëheqësh me shembull, jo me muhabet. Se mund të thush fjalë shumë bukura, po nëse vetë vepron ndryshe, atëherë si. Gjithë vetëm nga pamja zonja Kraja. Po kemi qenë afër me Europën, ka një pjesë po t'i marrim, t'i analizojmë, janë shkolluar jashtë, kanë marrë komplet dhe kulturën e gjitha. Pavarësisht se jo, të gjithë ishin arsimuar jashtë, se ne kishim universitet. Edhe po të shikosh një pjesë nga ana familjare, i kanë pas dhe lidhje tregtare, lidhjet i kanë pas gjithë me Europën, kështu që s'është për të çuditur. Zonja Kraja, ne kemi arritur në fund, unë nuk e di nëse ju do doni t'jepni ndonjë mesazh, sepse mua më kënaq. Kjo është ajo. Kryevepër, fletore e përditshme. Ja mund ta lexosh ti këtë, sepse e ke gjithë shkodranisht. Kryevepër, faleminderit. Thehem thot, por s'përkulem. Thehem, por s'përkulem. A shumë e bukur. Për tash del spakut një herë në javë. Shumë bukur. Për tash del spakut një herë në javë, po. Ma thuaj këtë në gjuhën standarde? Po, dhe me thanë për momentin del të pakte një herë në javë, për tash, del spakut, pa është shumë lakonike, është sa e shkurt, s'ka nevoj për shumë muhabet. Për tash del spakut një herë në javë. Edhe emrin pëlqen, Taraboshi. Po kena pas dhe cigaret mira Taraboshi, dhe Taraboshi është një mal. Gazet Taraboshi është një, por ne dim se është vetëm cigaret Taraboshi. Ne shofim, a do me ra shinj, se në Shkodër bjen shinj, ju e dini, kena shinj shumë. Edhe shofim që ose është vesh Taraboshi me ashtu, ne duhet se s'bar me marë mrejlen, qadren. Tani, më ledzo si shkodrane që je, më ledzo të lutem. Atër, vllazni ton që janë lërg nesh, lërg atmes, do të thonë, a mos jena në anër, e që besa, gati, se dhe na që gjindhe në Shqipni, menohena, a thu mos t'jemi në anër. Prej se rasa është fort e madhnushme, rasti është shumë i madhnushme, por në tjetër anë, s'kemi se si të arrajmë vedin, e se kemi shpirtin krejt në gëzimin të vërtet. Zemra jonë nuk e lexoj dot. Son parlamentare. Pse na e kujtojmë shoqishojnë vllazën. Kjo punë është tepër e dhimbshme për t'u thanë, por s'kemi se si t'jam shehim vedit këtë vërtet të ndershme. E s'do të harrojmë se mjeku i but myt smutin në vend që me shnosh, mjeku i bute, e mund të shnoshena për faji i pa të shnoshunit nuk e di, e se kam u shkatru për qoftë se jetojmë godi, për në qoftë se afritena
ka qytetnimje për parimi me mëndyra, me sistem e ligje europiane, për organizimit, dhanut e punësive, të qilunit e punëve, të ngreunit e saj, makina që ja shteti është në duart parlamentit. Kena besim të plot në parlament. Jo se është kot që të flasim. E shqipnia mund të njetë e vdekun e vorrume që është nuk e di fjallën e fumej, për pjesa shumë e bukur, shkrimja shumë frymëzues, parlamenti u hap. Dhe ti e lexoje shumë bukur, unë nuk e lexoj dot. Unë se kisha has këtë tekst, është një gegnishte pak më e vjetër sa ajo çka unë përdori. Po shumë e bukur. Fakti që shap një parlament na ka bërë evropian, thotë aty. Po, eksakt. Dhe më kujtua zonja Kraja që një gazetar anglez që ka qenë ato ditë ka bërë një reportazh nga Tirana, e mbyllte reportazhin me ky kryeqytet ka dhe parlament. Do të ishte jashtëzakonshëm. Po. E diel një maj Shkodër, e diel një maj 1921. Shumë bukur, kryvepër, shumë e bukur. Vjeti i tretë që botohet, vjeti i tretë, numri madh, vjeti i tretë. Ne tosku do thoshim viti i tretë. Po, s'ka gjatë, nështë edhe dy format mund që Dhe ke dhe cak shumë vulla aty. Po, janë posta shqiptare. Pulla, vulla, po dhe Tirana. Po, dhe Tirana gjithmonë. Tani, me këtë shkodranishten tënde, këtë gegnishten tënde, ta mbylli më mirë kaq, kjo është më bukur, më ëmbël për ta mbyllur intervistën. Unë të falenderoj shumë që ma dhe këtë mundësi. Ishte një nga intervistat më të lira që kam thënë. Edhe një kënaqësi shumë e madhe. Më kënaqa. Jam një shumë mirë. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga unë Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.